Flasim tani për një tjetër çështje dhe pikërisht për vrasjen e 57 vjeçarit Pjetër Kaza në Tale të Lezhës. Martin Marku në komunikim të drejtë për drejtë me mua na jep më shumë detaje. Martin, cilat janë të rejat nga hetimet për këtë ngjarje? Anjola, të përshëndes. Në fakt, teksa kanë kaluar më shumë se 24 orë nga vrasja e 57 vjeçarit Pjetër Kaza mëngjesin e së dielës në Tale të Lezhës, policia ende nuk ka një person të arrestuar pra për këtë ngjarje apo person të dyshuar, pavarësisht punës intensive që ka bërë që prej momentit të ngjarjes së rëndë të ndodhur në fshatin Tale të Lezhës, ku ekzekutua 57 vjeçari Pjetër Kaza brenda në automjetin e tij në oborrin e banesës, ka qenë bashkëshortja e të ndjerit, e cila fillimisht në fakt ka menduar për një infrakt të bashkëshortit, pra dhe më pas ka thirrur familjarët e tjerë dhe është konstatuar që i ndjeri Pjetër Kaza ka patur plumba në trupin e tij. Dyshohet që të paktën ka qenë një sër plumbash që janë shkrepur në drejtim të tij, pra pikërisht duke i marrë jetën disa në trup dhe disa në kokë, ku nga informacionet dhe nga hetimet e deri tanishme bëhet me dije se autori i kësaj ngjarje të rëndë ka pritur viktimën në oborrin e banesës së tij dhe në momentin paktën për një orë ka qëndruar në ambientet e oborrit të banesës së të ndjerit dhe më pas ka pritur momentin që ai ka tentuar të zbresë nga makina dhe më pas është qelluar në drejtim të tij duke lënë të vdekur në vend. Nga informacionet dhe hetimet e deri tanishme nga grupi i posaçëm që është ngritur për këtë ngjarje, bëhet me dije se autori të paktën edhe nga kqyrja e kamerave të sigurisë Anjola dyshohet të jetë larguar nga rrugicat e fshatit Tale të Lezhës, pra nuk ka ndjekur rrugën kryesore, me sa duket është larguar në këmbë, pasi nga kqyrja të gjitha kamerave të sigurisë deri në këtë moment nuk është se është pikatur personi i dyshuar i kësaj ngjarje, pra autori i kësaj ngjarje të rëndë. Megjithatë, policia tashmë nga informacionet më të fundit ka arritur që në një farë mënyrë të ketë një objektiv të autorit të dyshuar të kësaj ngjarje, por nuk ka ende prova konkrete që e finalizojnë një operacion të tillë, pasi deri në këtë moment janë kthyer të gjitha zonat që mund të jetë fshehur autori i kësaj ngjarje dhe deri në këtë moment të paktën nuk ka persona të arrestuar. Vetmja pistë ku është duke hetuar policia bëhet me dije se është ajo e gjakmarrjes, duke qenë se fisi Kaza dhe fisi Gjini kanë qenë në një konflikt prej 3 dekadash, pra prej 30 vitesh, duke marrë këtu si kronologji të ngjarjes vrasjen e vëllait të viktimës së ditës së djeshme, pikërisht Ndue Kazës me 7 janar të vitit 1994 Anjola, ku në fakt aty nisi gjithë zanafilla e këtij zinxhiri të vrasjeve mes fisit Gjini dhe fisit Kaza, ku deri në këto momente që ne flasim kemi të bëjmë me 5 viktima nga gjakmarrja. Vetë viktima Martin ka qenë i përfshirë në ndonjë ngjarje konkrete, sigurisht në kuadër të hakmarrjes? Në fakt, Anjola, duhet themi se viktima ne pyetëm edhe banorët gjatë ditës së djeshme, fqinjet, por edhe familjarët kanë pohuar sa ishte njëri që nuk kishte probleme, ishte njëri i qetë, shikonte punën e tij, ai punonte prej disa vitesh në minierën e Spaqit në Mirdit dhe nuk është se kishte konflikta të hapura apo problematika. Megjithatë, atë se çfarë lidh të gjithë zanafillen e kësaj ngjarje të rëndë edhe nga informacionet që kemi marrë nga grupi hetimor është ajo e hakmarrjes, duke qenë se pra hasmëria mes dy fisëve nuk ishte mbyllur ende, duke qenë se kemi të bëjmë me 3 viktima nga familja Kaza, tashmë 3 vëllezër të humbur nga të së njëjtës familje dhe 2 antarë të familjes Gjini. Dhe dyshimet e prokurisë dhe grupit hetimor dhe të policisë e Lezhës janë pikërisht tek hasmëria dhe konfliktet që ndoshta mund të ketë patur edhe kohë të fundit viktima, pra nuk përjashtohet edhe mundësia e ndonjë konflikti të mëvonshëm të viktimës. Megjithatë, policia ka shoqëruar familjarët antarë të fisit Gjini, por pa mundur të zbulojë autorin e kësaj ngjarje duke i lënë të lirë këta të fundit. E qartë, Martin, falenderoj për informacionet që solle në komunikim të drejtë për drejtë nga Lezhë.